tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Shikues të nderuar, Televizioni Shqiptare të Amerikës ju përshëndes. Jemi në emisionin Historia Shqiptare. Sot do të flasim për Federatën Panshqiptare Vatra. Ne do të sjellim një cikël emisionesh, të cilat juve do t'i ndiqni në një ditë caktuar, duke filluar nga java që vjen. Ja kushtojmë Federatës Panshqiptare Vatra këtë vëmendje, pasi është një nga organizimet shekullore, është Perandëria e Shqiptarëve në Mërgim, është një organizat e cila ka dhënë prova për një kontribut jashtëzakonisht të shquar, jo vetëm për marrëdhëniet që ka me Komunitetin Shqiptar këtu në Amerikë, por edhe për vendin tonë, dhe të gjitha këto kontribute, të gjitha evenimentet të rëndësishme historike që Vatra ka realizuar për kombin shqiptar, ne do të sjellim në emisionet në vazhdim. Sot do të flasim për Vatrën lidhur me degët. Sa degë ka aktualisht Vatra? Cila është dega më e vjetër dhe cila është dega më e re? Sa antar ka Federata Panshqiptare Vatra në shoqatën që paguajnë kotizacionin? Po ashtu do të mësojmë se kanë bërë ndryshimin kanunore. A është vend kanunore në zbatim të vizioni, perspektiva aktuale e Vatrës, cila është gjendja për momentin? Cilat janë detyrat imediate dhe ato që do të sjellin ndryshime të mëdha në federat, pasi Federata Panshqiptare Vatra ka shumë ecuri, do të thosha që janë për të përgëzuar, veçanërisht lidhur me këndvështrimin. Pra janë korrigjuar disa gjëra partijake, e tashmë po shikohet drejt kombit. Dhe kjo na gëzon. Për të folur për këto, edhe për shumë evenimente të tjera të cilat Vatra i ka për momentin në rrugë sipër, unë kam ftuar sekretarin e Federatës Panshqiptare Vatra, doktor profesor Pashko Rokcamen, për cilin do të bëj fillimisht një koment. Ai vjen nga shqiptarët që janë nga Malësia, që janë për 100 e ca vjet në Malinezi. Është një personalitet i diasporës. Është një figurë e shuar, jo vetëm pse ka arritur suksese në fushën akademike dhe jep në Universitetet e New Yorkut mësim, jo vetëm për kontributin e tij që ka dhënë lidhur me COVID-19, njëkohësisht edhe për kontributin që i ka vazhduar dhe vazhdon të japin Vatër, por unë do ta shikoj edhe në këndvështrimin tjetër, është historike që një malsor të ulet në karrikën e fanolit. Është fat, po dhe privilegj. Ka detyrime, tashmë doktor Pashko Camaj. Dhe është një kënaqëri e kënaqësi për të gjithë, për mua personalisht, me të cilin unë kam bërë shumë emisione, ndjem krenar, së dyti për malsorët dhe për mbar shqiptarët, të cilët e njohin doktorin profesor Camajn, por dhe ata që se njohin kanë mundësi ta njohin në të ardhmen. Doktor, është me shumë vlerë pozicioni juaj aty ku je, pasi nëpërmjet formimit tuaj, edukimit tuaj në Amerikë, edhe pse juve shkollimin e lartë e keni kryer në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në vendlindje ku keni lindur e jeni rritur derisa keni ardhur këtu, nuk keni pasur kujdes arsimor në gjuhën shqipe, ju keni rojtur veç gjuhës të folur të shkruar, ju keni rojtur dhe atë shpirtin në zjarr, si çdo malsor tjetër, çdo shqiptar tjetër, edhe juve. Dhe unë ju përgëzoj dhe them që këtë veti cilësi, këto virtute të familjes tuaj, të edukimit tuaj personal, t'i bëni dhe pjesë të Federatës Panshqiptare Vatra, pasi vetëm mirësi do të ketë. Dhe të përshëndes dhe të falenderoj që jemi në këtë emisionin e parë së bashku në rolin e sekretarit të Federatës Panshqiptare Vatra,
Dhe para se të bëj pyetjen, të uroj suksese. Suksese në këtë detyrë, është një detyrë e vështirë, e sfisnike, por mendoj se juve keni eksperiencë, keni vullnet, edhe do të realizoni atë me sukses, pse jo, një herë tjetër, pra në vitet që vinë, ju pse mos jeni edhe kryetari i Federatës Pan-Shqiptare Vatra. Përshëndetje, kënaqësitë jam me ju ndër Organivila, gjithmonë kënaqësitë jam në programin tuaj, ju bën një paraqitje të mrekullueshme dhe një herë mendova mos po fliti për dikën tjetër, por faleminderit. Thatë ju se është një pozitë me përgjegjësi, një pozitë që ka peshë dhe unë dhe ashtu e shoh dhe mendoj që mundësitë do shohim, por vullnetin, dëshirën, aty e kam që të shërbej në çfarë do kapaciteti në Federatën Vatra, kësaj rrallë si sekretari saj, dhe me gëzon fakti që jam besoj i pari shqiptar që vjen nga zona e gatrohet jashtë Shqipërisë etnike, ose Shqipërisë londineze, ta quaj, që është në këtë pozitë, pra është një pozitë e rëndësishme, por pozitë që është mbreslanse, pozitë që na tregon se ne shqiptarët pavarësisht se ka vim, gjeografia jonë është shqiptaria dhe ajo na bashkon të gjithëve, pavarësisht ta vim prej jugut, mesit, apo veriut, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, ne jemi shqiptarë mbi gjitha dhe kjo është ajo formula që na bashkon dhe duhet të na bashkojë më të ardhmen. Dhe këtë detyrë marr me përgjegjësi, por edhe me vullnet që të jap kontributin në vazhdimsi për të mirën tonë kombëtare, natyrisht për të mirën e Vatrës, po për të mirën tonë gjithë kombëtare. Doktor, neve do të bëjmë një cikël emisionesh të gjatë, ndoshta do të afrohen ke 100 emisione që do t'i bëjmë për Federatën Pan-Shqiptare Vatra. Sot do të bëjmë një emision informativ për aktualitetin në Vatër, dhe aktualisht si është gjendja e Federatës Pan-Shqiptare sot, zoti Camaj? Po shikoni, Vatra gjithmonë nga koha në kohë kalon në kohën dinamike. Koha e tani tashme që jemi në këtë periudhë, thuhet të disa viteve të fundit, ka qenë jashtëzakonisht dinamike, me aktivitete të shumta, me ato të cilat ne kemi munduar që të sjellim dritë në rreth çështjeve tona mallore kombëtare, dhe ato vazhdojmë për ditë, mundohemi që të kanalizojmë energjitë tona në një drejtim që të realizojmë dëshirat tona jetike, që janë zhvillimi yt kombëtar në përgjithësi, në rrafshin kombëtar. Dhe duke i parë aktivitetet që kemi shikuar që nga këto vitet e fundit, në veçanti këto 10 vjet e fundit janë kanë jashtëzakonisht të ngarkuara, në veçanti këto 2-3 vitet e fundit, pra duke marrë parasysh dhe riangazhimin ton rreth situatës në Kosovë, që ka qenë pak edhe shqetësuese, duke ditur se ne patëm një farë mendimi se u krye situata atje, u fitua liria, erdhi demokracia dhe gjitha këto problemet u anashkaluan, po e shohim vetë se këto procese janë procese të cilat kërkojnë angazhim të vazhdueshëm edhe të federatës, të krejt komuniteti shqiptar në këtë vend, po dhe në botë, po dhe në veçanti të Federatës Vatra, dhe ne me këtë kem pas koncentrimin kryesor rreth situatës në Kosovë, dhe besoj që edhe në të ardhmen do vazhdojmë këto, por kjo nuk do të thotë se nuk shikojmë dhe nuk i shikojmë situatën dhe çështjet tjera mallore që janë në Shqipëri, në Maqedoninë Veriore, tek shqiptarët e Malit të Zi, të Luginës, të Preshevës e tjera, ashtu që ne vazhdojmë të jemi lëvizim në këtë drejtim që të jemi aktiv dhe aktual, të jemi aktiv që mos të reagojmë, po të jemi proaktiv, do të thotë të parashohim dhe të paraprim çështjeve dhe problemet të cilat ndoshta kanë nevojë të një rishikim ka njerë më të freskët, dhe për këtë ne si Vatër mundohemi që të jemi gjithmonë aktiv dhe të jemi gjithmonë aty ku është nevojë dhe ku është kërkesa jonë kombëtare. Zoti sekretar, sa deg ka aktualisht Federata Pan-Shqiptare Vatra dhe cilët janë kryetarët aktual që i drejtojnë këto deg? Aktualisht ne kemi 18 deg të Vatrës në Sheba, duke filluar nga Vatra Boston, që është dega numër 1, ja fillojmë me ta sepse është dega më e re, kryetari është Mentor Maksutaj, pastaj kemi degën në Queens, Dr. Skender Myrtezani, në Michigan kemi Julian Cefa, në Florida, North Florida ose në Jacksonville është Adriatic Spahiu, në Tampa Clearwater kemi Isuf Spahiun, në South Florida kemi Kolec Ndojen, në Hudson Valley kemi Gzim Nikën, në Toronto kemi Tony Sufaj, në Hartford, Connecticut kemi Milaim Tahirin, në New Jersey kemi Adem Malelarin, në Worcester kemi Efi Qeleshin,
Në vatra Washington është dera gjata, në vatra Newburgh është Nejat Kaliçi, në vatra Ridgewood është Ylli Dosku, në vatra Miami është Nesli Nikaj, në vatra Westchester Putnam County është Drita Vushaj, në vatra Staten Island Dr. Elton Mara dhe në fund vatra Chicago Mirela Kanini. Këto janë 18 degë që janë aktive me kryetarët e tyre, natyrisht duhet pak të ngacojmë se janë 2 ose 3 degë që nuk janë aktive, por me shpresë që ti riaktivizojnë. Po cilat janë disa nga degët që kanë bërë aktivitetet me vlerë? Ne kemi degë të cilat janë shumë aktive, që janë shumë aktuale dhe marrin pjesë në çdo aktivitet të vatrës. Kemi degë të formuara kryesisht të viteve të fundit, kryesisht që nga 100 vjetori i themelimit të vatrës ka kanë një ringjallje ta quajt i vatrës, ku janë formuar disa degë të cilat janë shumë aktive. Kemi natyrisht degën në Michigan, kemi degë në Florida, kemi degë të shumta këtu në New York, në rrethe, kemi edhe degë të formuara të reja. Pra këto janë degë të cilat nuk janë vetëm degë që ekzistojnë në letër, por degë që funksionojnë, që punojnë, që kontribuojnë në vende ato ku janë. Në Florida kemi 4-5 degë mjaft aktive, duke filluar nga Tampa, nga Miami, Jacksonville, të cilat janë shumë aktive. Kemi në degë të reja që janë formuar vetëm vitin e kaluar. Ashtu që formimi dhe fuqizimi i degëve është një gjë e rëndësishme për ne. Edhe në të ardhmen këtë vit e quajmë viti i fuqizimit të degëve, sepse na intereson të japim forcë që të funksionojnë, por të jenë gjithmonë në marrëdhënie të mira me qendrën, që të punojmë së bashku, që të çojmë të gjitha këto energji të cilat kanë nevojë të organizojmë të jenë të mirëfill, sepse vetëm ashtu e shohim që mund të veprojmë në mënyrë konstruktive për të mirën tonë. Cila është dega më e vjetër në Federatën Panshqiptare Vatra dhe dega më e re? Federata Panshqiptare Vatra në fillim, që nga krijimi i saj ka pas shumë degë, disa dhjetra degë në Përshëbad, 80-90 degë, por me kohën, me zberjen e situatës, janë larguar dhe janë shndruar dhe me kalimin në New York ka pas vetëm qendrën. Dhe në prag të 110 vjetorit të Vatrës, rifillimi i ringjalljes së degëve, dhe aty kemi filluar natyrisht me degën në Michigan, e cila ka qenë dhe vazhdon të jetë jashtëzakonisht aktive dhe kontribuesi i veçantë në Vatrën. Pastaj kemi pas degë të formuara në Florida që i përmenda pak më parë, dhe së fundit disa degë që janë krijuar sot, Vatra Chicago, që është një degë jashtëzakonisht pozitive, jashtëzakonisht aktive, që na gëzon, dhe në fund para 2 muajve riorganizimi i degës numër 1, dega e parë e Vatrës në Boston, dhe ajo është ristartuar, ta them, sepse ajo ka qenë dega e parë, dega numër 1, dhe ajo është një gjë mbretërense. E shohim një aktivitet të dukshëm, një angazhim të dukshëm që na lën të përshtypjes se janë një grup një energji e re, një grup të cilët duan të kontribuojnë, duan të japin, dhe kjo na gëzon përstepërmi. Na gëzon fakti sepse këto degë të cilat janë sapo formuara në japin mundësi që të trokasim në dyrë dhe në vende tjera, sepse sikur se e dim të gjithë, demografia e popullatës shqiptare fillimisht ka qenë kryesisht në Boston, pastaj New York dhe në Michigan, por tani e dim se në shumë vende të Amerikës, duke filluar natyrisht në Florida, në Texas, në vende të ndryshme, në Kanada, kemi një numër të madh shqiptarësh, dhe ne e kemi si dëshirë, dëshira jonë është që të hapim rrënjët, të hapim rremat tonë edhe në ato vende, që të angazhojmë ata njerëz, të aktivizojmë dhe të krijojmë degë të cilat të jenë funksionale, të jenë aktive në vende ku ato jetojnë, sepse me ndryshimet që i shohim, është nevojshme që Vatra të jetë prezente në çdo cep të SHBA-ve ku ka shqiptar, të cilët kanë dëshirë dhe janë të organizuar në mënyrë sa më të mirë, që të fuqizojmë degët, që së bashku si Vatër të punojmë së bashku për të mirën bashkëkombëtare. Zoti sekretar, a ka Federata Panshqiptare Vatra një politik shtrirje të strukturës saj për krijimin e degëve, dhe si krijohet një degë, cilat janë kushtet për të krijuar një degë për të bërë pjesëtare në Federatën Panshqiptare Vatra? Kjo është thjesht në kanunoren tonë, kemi mënyrën dhe mekanizmin se si formulohet, si themelohet një degë, dhe duke u bazuar në kanunore, fillimisht është tek vullneti i njerëzve. Ne na interesojnë njerëz të cilët e duan Vatrën, e duan sepse e din misionin e Vatrës, janë të njohur, e din mirë se historinë, por edhe çka dëshirojmë ne të bëjmë me këtë organizim, dhe
pikrisht kërkesa në kanonor është që të jetë si fillestare së paku 15 antar, të cilët organizohen së bashku, bëjnë zgjedhjen e strukturave fillimore, që është kryetari, nënkryetari, arkatari dhe funksionet tjera që janë në deg. Natyrisht është një marrëveshje që është e nevojshme të bëhet me kryesin, me qendrën e Vatrës, për arsye natyrisht e bazuar në ligjet dhe në kanonorën tonë, që të kemë një mirë kuptim, janë disa gjëra që kuptohet që çka një deg, çka presim ne prej asaj dege dhe çka pret dega prej nesh, sepse megjithëse ne mundohemi edhe duam që të japim një farë pavarësi ose independencë degëve që të punojnë dhe të funksionojnë, është domosdoshme që të jetë marrëdhënia në nivel të duhur dhe mbi gjitha që të funksionon kanonoria. Dhe ajo është ajo që në vend në brazë, në vend në vi, me të gjitha degët të cilat funksionojnë dhe ato të cilat dëshirojnë që të hapen në të ardhmen, dhe kjo është një gjatë që na mundson të funksionojmë në mënyrë ligjore, sipas ligjeve të vendeve ku jetojmë, vendit ku jetojmë, por dhe të bazuar në kanonorën tonë të cilën e kemi aktuale dhe aktive sot në Vatër. Zoti sekretar, opsioni ekziston në qoftë se një grup qytetarësh pavarësisht në cilin shtet jetojnë, në qoftë se ata kanë dëshirë të bëjnë antarë të Federatës Pan-Shqiptare Vatra, mund të krijojnë një degë dhe të paraqiten tek federata me ato kushtet që ka federata. Kështu besoj se e shpjegove. Një shërim tjetër, nëse dikush ka dëshirë të bëhet antar i Vatrës, mund të jetë edhe pa qenë antar i ndonjë dege, por ne preferojmë në veçanti ata që janë jashtë afërsisë së New Yorkut të formohen në formë të organizohen në formë dege, sepse ashtu e kemi mas lehti që të organizojmë funksionet e punimeve tona, por një degë me 15 antar minimum është si fillestare, është fillimi i kësaj, natyrisht mirëkuptimi me kanonorën, mirëkuptimi me misionin e Vatrës dhe vullneti i mirë, që të kuptohet se këta njerëz të cilët afrohen Vatrës e kanë që të jenë për të kontribuar për çështjen kombëtare, por natyrisht të jenë pjesë e Vatrës, një pjesë e historisë sonë kombëtare, një pasuri e jonë kombëtare. Zoti sekretar, sa antar ka aktualisht Federata Pan-Shqiptare Vatra dhe si është ky trend? Sot për sot kemi rreth 700 antar të regjistruar në Vatër në disa në vende të ndryshme të Amerikës, pra në këto 18 degë që janë aktive, por me shpresë se këtë numër të arrisim. Me thënë vërtetën, puna jonë dhe veprimtaria jonë, megjithëse ne do të donim të kemi sikur në kohën të kaluara kur Vatra kishte 4-5.000 antar, por edhe 500-600 dhe 1.000, po të jemi të organizuar në mënyrë maksimale, po të kemi misionin e qartë, po të dim se ku duam dhe çka duam, besoj me këtë numër që kemi, jemi mjaft, kemi mundësi që të bëjmë shumë për të, jo vetëm për realitetin tonë, për punët tona, për çështjet tona kombëtare, por që të organizohemi edhe këtu, që të mundsojmë edhe për gjeneratat të reja që vinë këtu, fëmijët tanë që lindin këtu, natyrisht shohim një mundësi që Vatra ju ofron edhe atyre nesër të gjejnë veten, të dinë se kush janë dhe kush jemi. Dhe ne, si kjo gjenerate, kësaj kohe, kësaj periudhe në Vatër, përveç aktiviteteve që i marrim, i bajnë për të mirën kombëtare në vendet tona, në vendet ka vit, në vendet origjinës, në linjën tonë, mundohemi që edhe këtu të mobilizojmë gjeneratat e reja, sepse e shohim se këto lëvizje dinamike në emigracion ndoshta një ditë do ndalen, dhe është e rëndësishme që gjeneratat që vinë pas nesh të dinë kush janë dhe të dinë se kush është Vatra dhe çka është misioni i Vatrës, në shpresë që edhe ata të aktivizohen dhe të gjejnë vetin këtu pikërisht në Vatër. Gjatë aktiviteteve të ndryshme, juve jeni shprehur se nuk duhen fjalë, por duhet punë. Shpeshherë flasim shumë, e hapim edhe bëjmë fjalë për veprat, nuk e di, unë jam me mendimin që duhet veprat të flasin, pastaj fjalë vinë. Fjalë vinë reflektimet, urimet, përgëzimet, të gjitha vinë pas. Është e rëndësishme që ta kem të qartë se në Vatër mund të kontribuohet në shumë mënyrë, nuk është të thanën që mund të kontribuohet vetëm nga një drejtim. Kemi profile të ndryshëm që janë antarë të Vatrës, që janë udhëheqës të Vatrës, të cilët mund të kontribuojnë nga ana biznesit, në mënyrë akademike, në mënyrë shkencore, natyrisht. Dhe këto profile e ngrisin imazhin e Vatrës. Dhe është me rëndësi që imazhi të jetë, sepse në botën që jetojmë, në kohën që jetojmë,
imazhi ka të bëjnë për shumë gjana se si është imazhi dhe ne duhet shumë të bëjmë që ta ruajmë këtë imazh, që është një imazh i shenjtë, që kemi trashëgimi nga ata që kanë ardhur para nesh. Dhe flasim shpesh për historinë, për të kaluarin, për punët e mëdha që ata e kanë bërë. Ata kanë bërë punë dhe kanë lënë veprat, dhe veprat e tyre flasin më sot. Edhe për ne, për këtë gjenerat, shpesh herë merrem më tepër me rrahim gjoksin se çka bëra unë, si bëra, isha antar kaq vite. Puna dhe vepra tregojnë ato aktivizmin ton, vlerat tona, kontributin ton. Dhe shpesh herë këtë mundom ta përdor që të jenë fjalë pas veprave. Do thonë, është shumë lehtë të flasim, por duhet të jemi më konkret me vepra, të japim më shumë, kur e them të japim, sepse shumë shpesh konceptojmë këtë të japim, nuk është vetëm me dhënë pare, nuk është vetëm me dhënë, por duhet me dhënë shumë gjëra, duke filluar nga imazhi, duke filluar nga kontributi në çdo lami që jemi, ta ngresim imazhin e Vatrës, të jem shembull edhe për tjerët që dëshirojnë të agjirojnë të banë pjesë e Vatrës, sepse vetëm kështu mund ta marrim jo vetëm historinë e Vatrës, sepse prapë thash më parë ne flasim shumë për historinë, por çka bëjmë na si kjo gjenerati, konkretisht unë secili prej nesh, dhe them që është mirë ta shikojmë në pasqyrë vetëm dhe shohim çka mund të bëjmë, si mund të kontribuojmë në Vatrë, dhe për ditë nëse këtë pyetje bëjmë, pyetje shumë e thjeshtë, por nëse e pyesim vetin me sinqeritet, me zemër të hapur, se çka dhe si mund të kontribuoj unë sot këtë ditë, në rrethanat tona kombëtare, në Vatrë, ose edhe në angazhime të tjera që i bëjmë, aty është piknisja dhe të lëm veprat të flasin, ato të tregojnë punën tonë dhe angazhimet tona. Po cilat janë disa nga degët dhe kryetarët që kanë bërë aktivitete me vlerë, edhe mund të sjellë disa shembuj? Po shikoni, ne natyrisht degët që i përmend edhe më parë të Michiganit kanë luajtur një rol të rëndësishëm që nga fillimisht në prag të 100 vjetorit të Vatrës kanë qenë një zaj fuqishëm dhe vazhdojnë të jenë, por janë edhe degët në Florida që kanë pas një lëvizje shumë të mirë, një lëvizje pozitive në ringjalljen dhe angazhimit për të prur njerëz, për të shtuar, sepse varet edhe nga numri, por numri dhe cilësia. Nuk ka vetëm tash edhe më parë numri është i rëndësishëm, por më tepër është i rëndësishëm cilësia dhe kvaliteti i njerëzve të cilët afrohen Vatrës dhe kontribuojnë në të gjitha lamit nga profesionet e veta që i kanë në këtë vend, që i kanë fituar ndoshta edhe këtu, ndoshta që i kanë prullë me vetin nga vendet që vinë. Pra janë degët në Florida, jam shumë i kënaqur me degët e re posa formuara në Chicago dhe në Boston, të cilat na japin më tepër dhe një farë roadmap ose një hartë se si një deg formohet, si krijohet dhe si funksionon më së miri. Dhe këto dy degë të fundit, të formuara këtë vitin e fundit, janë prapë një shembull që të vazhdojmë të krijojmë deg, por jo vetëm deg që të jenë një numër në një letër, por deg që kanë cilësi, që janë të organizuara mirë, që kanë bazën e fortë dhe ato deg në atë mënyrë dhe në atë funksion e ndihmojnë veten, por ndihmojnë Vatrën, ndihmojnë dhe kombin. Cilat quani vepra juve si drejtues i Federatës Panë Shqiptare Vatra që realizon një deg? Duke filluar nga qendra jonë këtu, se megjithëse ne jemi qendër dhe ne mund ta konsiderojmë vetin një deg, organizimet të her pas hershme, pritjet e ndryshme të qeveritarëve, të udhëheqësve tonë politik nga vendet tona, ju shihni her pas here në Vatrë kemi aktivitetet që duke pritur edhe president, edhe minister, kryeministër, profilet e ndryshme të udhëheqësve tonë në vendet tona, por këtë e bajmë edhe në departementet e vendit ku jetojmë, në kontakte me udhëheqësit politik të vendit ku jetojmë, në Chicago, në Michigan, në Florida, në Boston, dhe këto janë aktivitetet të cilat ne i shohim për ditë. Aktivitetet një gjatë thjesht që ndoshta ne ka njerë dhe në nënversojmë, një organizim për një përvjetor të festën e flamurit, organizim për festën e pavarësisë së Kosovës, një promovim i libri, një promovim i vlerave tona. Të gjitha janë këto, sepse nuk presim nga degët të fillojnë një revolucion, por presim të bëjmë punë të cilat e bashkojnë vendin ose komunitetin ku ato jetojnë dhe punojnë,
pra që ta promovojnë vlerat tona kombëtare. Dhe përmes kësaj të jetë vatra ajo që u prim këtyre promovimeve, këtyre vlerave, këtyre aktiviteteve të cilat na ngrisin imazhin, na ngrisin derën, na ngrisin dhe na mbajnë krenar për ata çka jemi dhe çka duhet të bëjmë. Zoti sekretar, janë bërë ndryshime kanunore në vitin 2022 në Kuvendin e Federatës. Cilat janë ato ndryshimet më kryesore? Ne kemi pas një proces ligjor me një grupacion i cili është qyrë i 5 tetorit, i cili paraprin Kuvendit të 2020 në Michigan. Dhe pas përfundimit të atij Kuvendit, në bazë të kësaj marrëveshje ligjore u vendos që ndër tjerat të organizohet një komision, 3 nga grupi i Vatrës dhe 2 nga ky grupi i 5 tetorit, ishin vënë pyetje disa pika të kanonores. Si kusht i kësaj marrëveshje ligjore, u vendos që të bëhet ky komision që të merren me shqyrtimin e kanonores dhe ndryshimet të cilat ishin propozuar në disa kuvende që të realizohen. Dhe kjo u bë dhe ky komision punoi gjatë viteve 2021 dhe në kuvendin e 22-s kjo u hell në kuvend këtu në New York, u diskutuan pikat, u votuan dhe u kalua dhe kanonoria u kalua në kuvend, por nuk u depozituar në Boston. Cilat janë disa nga ndryshimet më kryesore? Ban disa ndryshime, po kryesisht u bë për të ndryshimet të cilat ishin më tepër të gjuhësore, sepse ishin disa terme që ishin përdorur herë vite me radhë që nuk janë të kohës sotme. Një ndër ndryshimet thelbësore të kanonores të 22-s ka qenë që kryetarit t'i mundsohet, duke qenë se është i vetmi person në Vatrë që zgjellet me votë të lirë, me votë të fshehtë, dhe atij që të jepet mundësia të formojnë ekipin, të formojnë grupin i cili do ta ndihmojnë në realizimin e atyre gjërave të cilat u kaluan në atë kuvend, pikërisht planit dhe programit që ai propozoi. Dhe atij jepet e drejta të natyrisht në konsultim me njerëz të afërm të krijojnë ekipin duke filluar me nominimin ose emërimin e nën kryetarit, arkatarit, sekretarit dhe arkatarit dhe nën anëtarëve të kryesisë të cilët së bashku e formojnë kryesinë e Vatrës, dhe pastaj të merret edhe me formimin e këshillit, i cili natyrisht kryetarët e gjitha degëve të Vatrës janë anëtarë të këshillit dhe së bashku formojnë një grup 36 anëtarësh që së bashku me kryesinë rreth 45 anëtarë të Vatrës janë grupi udhëheqës i Vatrës. Dhe duke kjo ka një ndryshim, po një ndryshim tjetër që ka qenë i rëndësishëm, pak edhe kontestueshëm, ka qenë termi sa vite mund të jetë kryetari në pozitë. Paraprakisht ka qenë 2 vite me mundësi që të rizgjillet edhe për 2 tjera. Ne kaluam me këtë për t'i lanë pak edhe nikose e kanë bre këta që e kanë marrë me shqyrtimin e kanonores se 2 vite dhe nuk mjaftojnë. Ne kemi parë gjatë Covidit, kalon koha shpejti dhe u vendos në kuvend të 2022-s që të jetë termi të jetë 4 vjet për kryetar. U votua dhe mund të them se kur u bë zgjedhja kryetarit Elmi Berisha, ai prej 27 delegatëve mori 24 vota, domethënë 2 vota ishin kundra tij, nga 2 natyrisht 2 ishin që kishin shpallë kandidaturë për kryetar dhe një abstenim, domethënë një vot absolute për që rrallë herë e parë në Vatrë që një person të fitojnë më vota, më numër të demonstrueshëm të votave, dhe u përfundua kuvendi, patëm dhe një takim të këshillit një muaj pas që për me finalizuar anëtarët e kryesisë, për me finalizuar edhe anëtarët e këshillit, dhe kjo bë dhe ne ecim përpara, vazhdojmë përpara. Po të kesh vazhdo, thoj. Jo, po kjo deshta me thonë dhe një gjatë tjetër në kuvend. Që të dim se kalimi i kanonores në kuvend ka qenë një temë shumë e kontestueshme dhe a bërë shumë zhurmë, por që ta kuptojmë dhe shikuesit tuaj e tonë, në kuvend u bën të gjitha pikat të cilat u vunë në ndryshim, u hellën në vot, por kryesisht u bë 2 tema ishin kontestuese. Ajo nëse të hapim degë të Vatrës jashtë shebave dhe 2 ose 4 vite.
kjo e pjesa e parë për deg jashtë SBA-s nuk u kaluar në kuvend dhe ngeli, por pjesa e dytë për termin 4 vjeçar ajo kaloi në kuvend, u përfundua ditë dhe kjo ishte si një përfundim që na dha mundësi që të bëhen zgjedhjet fill mas kalimit të kanonores dhe u bë zgjedhja e kryetarit të rizgjedhjet në fakt e kryetarit Elmi Berisha me një shumicë dërmuese të votave, domethënë rreth 90% të votës të asaj kohe dhe ne kaluame në një kohë të cilën kërkonte një angazhim për së pari për finalizimin e kanonorës që u kalua, ishin nevojë disa gjëra teknike rreth përkthimit, rreth gjenjes për të shtypur, për të shpërndarë, për të çuar në vend ku kërkonte çohet që është në Boston, por këto nuk ndodhen. Jam fatlum që kjo është realizuar këtë muajin e fundit dhe jam i kënaqur të them, jam në gëzon fakti që veteranët së shpejti do ta kenë një kanonore si kjo këtu para që kam këtu sot në shtëpinë e tyre. Pavarësisht se nuk e kam pasur në dorë antarët e Vatrës kanonoren, a ka funksionuar kanonoria e re nga 2022 e në vazhdim në strukturat e Vatrës deri në degat në bazë? Pavarësisht se shumë nuk e kanë patur në dorë, ose se kanë pas një verzion të Vatrës që është në keqardhje që se kanë pas kanonoren në dorë, unë mund të deklaroj këtu se ne kjo strukturë e Vatrës, kjo udhëheqësi e Vatrës e ka patur dhe ka ditur shumë mirë kanonoren që është kaluar në 2022 dhe kjo ka qenë bazë për të gjitha funksionet, për të gjitha aktivitetet tona, çdo punë që është bërë, çdo veprim që është bërë, çdo emrim ose largim është bërë e bazuar krejt në kanonoren që është kaluar në vitin 2022. Domethënë, kanonoria e vitit 2022 është për ne ajo që na prin dhe ne mundohemi dhe jemi të angazhuar dhe që ajo të jetë që na drejton, ajo të jetë harta jonë, se si dhe çka të bëjmë, edhe ajo do të vazhdojnë të jetë edhe në të ardhmen, me shpresë se së shpejti të gjithë veteranët do kenë mundësi ta kenë një kopje në shtëpinë e vet. Një rol të rëndësishëm, do të thosha motorike, luan gazeta Dielli. Si e vlerësoni juve punën e gazetës Dielli, bashkëpunimin, hapjen e saj, trajtimin e tematikave të ndryshme, roli i Dr. Pajës e shumë të tjera. Si do ta përshkruajë gazetën Dielli, jo vetëm si sekretar që aktualisht, që ka lidhje direkte, por edhe me eksperiencë e kaluar. Shikoni, në fillim, gjatë kohës së pandemisë, të gjithë e dim, gazeta Dielli ishte në një pozitë tjetër, domethënë ishte krejt vetëm në online, dhe tani natyrisht jam këtu mbrapa në print shumica e veteranëve që dëshirojnë ta marrin çdo muaj numrin e gazetës që vjen në shtëpi, por duke shikuar aktivitetin në Vatër, por edhe në Dielli ka qenë një kohë jashtëzakonisht dinamike, një angazhim i veçantë nga editori, duke angazhuar, duke sjell tema të ndryshme, tema të interesante për lexuesit tonë, por duke ringjall Diellin, duke mbajt Diellin në imazhin e Diellit që ka 204-15 vite, por duke u munduar që ta pasurojmë me tema të shumta. Shumë prej jush, ata që kanë pas fat ta marrin Diellin ose online ose në print, shohin tema, shohin aktivitete të shqiptarëve në gjithë anë të botës. Një risi që ndoshta ne ka mësuar rreth gjatë Covidit, ku kemi patur mundësi të kemi kontakt, lidhje direkte me njerëz, me shqiptarë në vende të ndryshme të botës dhe shohim shkrimet të her pas hershme. Por trajtimi edhe i temave serioze, temave të cilat serioze të gjitha janë, por temave të cilat nganjëherë shkaktojnë edhe njerëz që të bajnë pyetje, që të jenë ndoshta edhe shqetësuese, kjo është krejt normale. Por ne si udhëheqës të gazetës, Vatra është udhëheqës e gazetës Dielli, është organizëm i Vatrës, ne mundohemi që ta bajmë edhe më të mirë, që të zgjerojmë mundësi që ajo të jetë më të vërtet një gazetë që është një dritare në shpirtin shqiptar në këtë vend, por në gjithë trullin tonë, të jetë më të vërtet ajo që
e ka patën një histori të veçantë, të vazhdojmë që ta ruajmë atë histori, por ta adaptojmë edhe kërkesave, nevojave të kohës, që të jetë një gazetë që me të vërtetë të jetë gazetë e rekordit për çështjen barkombëtare. Të falenderoj shumë se kur i vlerëson mediat, duke qenë dhe pjesë vetë e mediave, e dim se sa vështirë është që të mbash një gazetë, edhe ta mbash atë në nivel të lartë, jo vetëm redaktimi, por ka rëndësi shumë levrimi tematikave edhe koherenca. Ka shumë gjëra të cilat janë për të vlerësuar dhe për të ndihmuar gazetën. Ka shumë biznesmen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mund të ndihmojnë këtë gazetë. Ashtu siç ndihmojnë televizorët shqiptar të Amerikës, të ndihmojnë dhe gazetën pasi janë në shërbim të kombit shqiptar. Unë e njoh formimin tuaj, zoti Camaj. Në që raport janë sot aktualisht Federata Panshqiptare Vatra dhe Gazeta Dielli lidhur me çështjet partijake dhe ato kombëtare? Shikoni, folët për tematikat e nxehta ose temat të cilat shkaktojnë nganjëherë edhe keq kuptim. Gazeta, media, atë funksion ka, shpeshherë do të merret edhe me tematikat e cilat disa nuk u pëlqejnë, disave u pëlqejnë. Sikur se Vatra ashtu dhe Gazeta duhet të merremi me këto dhe duhet të jemi prezent në këto tema, në këto tematikat të cilat shpeshherë janë të nxehta. Kur i shikojmë tematikat që vijnë nga vendi ynë, nga vendi kur thon për vendi ynë, nga gjithë trulli shqiptar, rrisht preferenca është që Gazeta Dielli të trajtojë të gjitha temat në mënyrë korrekte, që të jetë informative dhe njerëzit vetë të lexojnë dhe të vendosin ta kuptojnë në atërë si të duan, por rëndësia është që të jetë informative dhe që të jetë korrekte në prezentimin e fakteve, që ashtu si i dim. Dhe kjo është një gjatë thelbësore kryesisht për median dhe natyrisht edhe për Diellin. Por natyrisht që ne jemi njerëz, shpeshherë ndoshta kemi nevojë edhe për me korrigjuar angazhimet tona, veprimet tona, por edhe Gazeta Dielli ka mundësi që të shpeshherë të merret me tema të cilat duke sqaruar situatën, duke dhënë mundësi njerëzve që të shprehen, është e rëndësishme, por çdo gazetë, çdo medium i ka ato kriteriumet e veta, ashtu dhe Gazeta Dielli, janë kriteriumet të cilat janë jo vetëm nga aspekti ligjor, por dhe aspekti etik, çka mund të shkruajmë, si mund të shprehemi. Në fakt ekziston në Sheba, nuk mundesh të hysh në kinema dhe të bërtasësh sa është zjarri dikun. Domethënë, duhet të kemi kujdes edhe tematikën dhe si e prezantojmë. Jo kjo për të bërë cenzurë, se shpeshherë flitet cenzurë, nuk ka kjo të bëjnë për cenzurën, por ka të bëjnë më tepër me tematikat të cilat janë reale, që janë konstruktive, që ndihmojnë dialogun, ndihmojnë diskursin edhe shoqëror, por edhe politik, dhe në këtë Dielli e ka një rol të rëndësishëm, jo të lehtë si thatë ju, por me shpresë që për ditë më tepër ta përmirësojmë dhe të jemi më të mirë nesër se sot. Ashtu që kjo është një aspirate jona që ta bëjmë Diellin me të vërtet gazetë rekordit për shqiptarët në veçanti këtu në Sheba. Zoti sekretar, çfarë sfidash e presin Vatrën në të ardhmen? Me përfundimin e kuvendit të 2022-s, me një zgjedhje të kryetarit për 4 vite në lënë mundësia kryetarit që të punojnë në shumë drejtime, një ndërto është që të jenë transparent, që të funksionojmë në maksimum për të mirën kombëtare. Natyrisht ne shpeshherë bien viktime gjërave të cilat janë të shpejta të ditës, pak edhe të politikës nga vendet që vijmë, por ne si Vatër duhet të ruajmë këtë, se duhet të jemi si Vatër, organizatë mbi partijake, që të merremi me realitetet tona, që të mundohemi të jemi urlillse e fuqishme mes domethënë me Amerikës, me vendit ku jetojmë, me shtetet tona, me vendet tona, sepse ne jemi kem trashëgimi këtë dhe e kem bërë mirë ndër vite, ndër dekada, dhe pse mos të vazhdojmë këtë punë dhe këtë funksion në këtë mënyrë, edhe ta perfeksionojmë edhe më tepër. Por kur flasim sfidat që na presin, natyrisht janë çështjet në Kosovë, sepse nuk është situatë e zgjedhur, janë edhe procese demokratike të cilat ne i vazhdojmë dhe i shikojmë nga afër në Shqipëri, në gjithë trullin ton etnik, natyrisht në pjesë të tjera të jashtë Shqipërisë londineze, pra të mundohemi që të jemi ai zë që është
i bashkon gjithë shqiptarët. E kur thojmë i bashkon, nuk e kam pretendime se ne mund të ndryshojmë kufit, sepse nuk është edhe një gjë që ne mund ta bëjmë, por kur bashkojmë, kur flasim për bashkimin e kombëtar, flasim për bashkimin e interesit ton kombëtar, se të jemi të gjithë të sjellim ujit shqiptar në një drejtim. Edhe kështu Vatra me funksionet e veta, me obligimet, me angazhimet e veta ka mundësi që të ndihmojnë, që të ndihmojnë këtë drejtim, sepse ka është një punë që kërkon angazhime, kërkon përkushtim të madh, dhe ne me shpresë që të arrisim të jemi të ngritur në atë nivel që të mundemi, që të jemi dinjitetshëm, që ta përfaqësojmë çështjen tonë kombëtare në çdo rast, duke ngritur imazhin jo vetëm shqiptar, por natyrisht të Vatrës, kërë ngrit imazhin tonë në çdo kontakt që bëjmë, si me përfaqësues të politikave këtu në Shebab, ashtu edhe me përfaqësues të shteteve tona, udhëheqëse politik nga vendet që vijnë. Sa është fondi që ju shpërndani ndihma për studentët? Shiko, fondi nuk është një fond i madh, do doja që të ishte shumë më i madh, megjithatë është i varur nga një kvotë që merret, është një fond që është depozituar nga vatranët e viteve 60, duke 61 se dy nuk e di saktësisht tani, por në fillim të viteve 60, dhe ai fond duke lënë një të ardhur në bazuar në qasjet ekonomike, varet nga viti në vit, por kryesisht këtë vit kam pas për shembull 7.000, vitin e kaluar kem pas $10.000 që kem shpërndarë si Vatër, ashtu që jashtë në ato $7-8.000 ka qenë fondi. E thom këtë nuk e ka fuqin aq të madh sa e ka simbolikën, dhe unë mund të them se edhe aq pare që ato të holla që kemi lanë studentëve shqiptar këtu në SHBA, secilin e kam pas me një vullnet të veçantë, me një dëshirë të veçantë, duke ditë se secili që ka marrë ato pare, ato të holla i ka marrë nga një gjenerat e kaluar 60-ave. Do me thënë, është një lidhje direkte përmes këtij fondi, do me thënë shumë më shumë domethënës se në një vlerë nga sa i përket të hollave që merren. Dhe kjo është një diçka që është mbretërencë për mua, se në lidh me vatranët e të kaluarës. Zoti sekretar, cili është mesazhi juaj për anëtarët e Federatës Pan-Shqiptare Vatra, por edhe për mbar shqiptarët që ju ndjekin aktualisht? Mesazhi për të përfshirë shkurt është që të jemi fillimisht të jemi vatran të ndershëm, të jemi dinjitoz, të punojmë, të veprojmë për të mirën e Vatrës, e duke punuar për të mirën e Vatrës si vatran, për të mirën e Barkomit. Për ata të cilët nuk janë vatran, dëshiroj që ta shikojnë Vatrën, ta shikojnë dhe ta ndihmojnë, ta afrojnë Vatrën, sepse kjo nuk është një pronë as e imja, as e një personit, a pronë e gjithë shqiptarëve, dhe duke u afruar në Vatër, duke kontribuar në Vatër, besoj që ju mundësohet latyne të japin një kontribut të veçantë çështjes sonë barkombëtare dhe ta bëjnë dhe atë person të ndihet mirë. Vatra është ajo që na bashkon dhe duhet të na bashkojë të gjithë shqiptarëve këtu në këtë trull të madh. Faleminderit, shumë faleminderit zoti sekretar për informacionet që solli për shikuesit tanë dhe për vatranët. Njëkohësisht unë ju falenderoj juve, por i bëj thirrje gjithë vatranëve, gjithë shqiptarëve që kanë njohuri për Federatën Pan-Shqiptare Vatra në vite, qysh para krijimit, gjatë krijimit, e curisë saj e deri në ditën e sotme, të çfarëdo lloj fushë, është i nderuar dhe respektuar që të komunikojmë ne, pasi ne do të pasqyrojmë në emisionet tona, që do të fillojmë, ky është emisioni i parë dhe do të vazhdojmë të transmetojmë vazhdimisht, duke marrë në konsiderat edhe kontaktet me degët e Federatës Pan-Shqiptare Vatra dhe me veteran të Vatrës, pasi kemi shumë veteran të cilët unë i përshëndes dhe i falenderoj për kontributin që ka dhënë në vite, dhe mirupafshim me të ftuar tjetër, jo vetëm të Federatës Pan-Shqiptare Vatra, por me aktivitete dhe me organizime tjera shqiptare në emisionin Historia Shqiptare. Në mëdheu. Në mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë.
ku më nje dhe guri thap, ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndim. Me vargë malet mosha